Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur para vitit të ri në Podgoricë të Malit të Zi. Një skandal nga ana e organizatorëve malazez ndaj ping-pongkistit të talentuar të Republikës së Kosovës. Sportistit të Kosovës, Rejan Krasniqit, ju mohua fitoria. Ping-pongkisti i Kosovës pas fitores bëri shqiponjën dy krenare, simbolin më të bukur dhe shi turpin e organizatorëve që e diskualifikojnë. Tani mediumi serb, sateliti i pushtetit në Serbi, Večernji Novosti, shkruan pa fije turpi për atë që bëjnë organizatorët e turneut në Mal të Zi. Siç dihet prej vitesh, një numër i konsiderueshëm shqiptarë është jo vetëm që fantazojnë, por edhe punojnë me vetdije për krijimin e Shqipërisë së Madhe, një shtet që do të pushtonte pjesë të territoreve të Serbisë, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë. Simboli universal i përdorur nga mbështetësit e kësaj ideje është shqiponja shqiptare, e cila tregohet si një gjest me krah të kryqëzuar përpara gjoksit dhe gishtat e hapur, të cilët me 4 gishta të mëdhenj të ndërthurur në secilën anë përfaqësojnë krahët e zogut të lartë përmendur. Edhe pse kjo shenjë nuk është ndaluar me ligj në vendet ku integriteti territorial i të cilave shkelet nga ideja Shqipëri e Madhe, duket se ka ardhur koha për të mbajtur pasojat për promovimin publik të idesë së përmendur me procedurë urgjente, shkaravit ky medium serb. Ping-pongisti i ri nga Ferizaj nga Kosova, Rejan Krasniqi, e ndjeu këtë në lëkurën e tij. Në fakt ai u skualifikua menjëherë nga turneu në Mal të Zi, pasi bëri gjestin e shqiponjës shqiptare, ndërsa festonte triumfin e tij në finale. Siç njoftoi klubi i tij i ping-pongut, Gani Maloku, gjithçka ndodhi në turneun Podgorica Open. Sipas njoftimit, vendimi për të skualifikuar Rejan Krasniqin u mor nga organizatori i turneut të hapur në kryeqytetin e Malit të Zi, shkruan më tej ky medium, sateliti i pushtetit serb. Duke se shqiponja dy krenare i tremb fort serbët, siç dihet në Kaliningrad të Rusisë, Gjerdan Shaqiri, Granit Xhaka e Valon Berami e bën shqiponjën dy krenare në fush në fitore ndaj Serbisë me rezultatin 2-1 në 22 qershor të vitit 2018. Së fundmi Reimanaj në Leskovc të Serbisë, ku Shqipëria e hodhi në nokaut me rezultatin 0-1. Shqiponja dy krenare i tremb fort serbët sepse u kujton humbjet poshtëruese nga Zvicra dhe Shqipëria.